qelizat e kuqe të gjakut, ose ndryshe eritrocitet, përbëjnë rreth 40% të vëllimit të gjakut tonë. Ato kanë formë të dy lugën dhe formohen vazhdimisht pra çdo 120 ditë në palcën e eshtrave. Eritrocitet përmbajnë hemoglobin, një proteinë të kuqe të shëndritshme, e cila jep ngjyrën e kuqe gjakut. Kur ne marrim frymë, molekulat e oksigjenit i bashkangjiten hemoglobinës së gjakut që kalon në mushkujt tona. Më pas, qelizat e kuqe dhe hemoglobina transportojnë oksigjenin në të gjithë trupin dhe furnizojnë me to të gjithë qelizat dhe indet tona. Kur molekulat e hemoglobinës janë zbrazur nga oksigjeni, ata tërheqin dioksidin e karbonit dhe gazet e tjera të mbetura, të cilat i kthejnë përsëri në mushkri në mënyrë që të nxirren jashtë trupit nëpërmjet procesit të frymëzjerjes. Anemia ndodh kur ka shumë pak qeliza të kuqe të gjakut ose nuk ka mjaftueshëm hemoglobin. Lodhja është një shenjë e zakonshme e anemisë. Si thamë, hemoglobina bashkëvepron me gaze si oksigjeni dhe dioksidi i karbonit. Kur hemoglobina bashkëvepron me oksigjen të pastër, formohet një përbërje që quhet oksihemoglobin. Kur hemoglobina bashkëvepron me dioksid karboni, formohet karbohemoglobin. Po kemi dhe raste kur hemoglobina bashkëvepron me monoksidin e karbonit dhe formohet karboksihemoglobin. Çfarë ndodh në raste të tilla? Më parë përmendëm që eritrocitet shpërndajnë oksigjenin nëpër qeliza dhe indet tona. Kur ne thithim monoksid karboni, në vend të oksigjenit, qelizat furnizohen me këtë përbërje, e cila i paralizon në një farë mënyre ato. Përgjithsisht, kjo shkaktohet nga thithja e ajrit të papastër ose nga thirrja e duhanit. Është e rëndësishme të theksohet se sasia e lartë e kësaj përbërje, pra karboksihemoglobina, përbën rrezik të madh për shëndetin e individëve. Përgjithsisht, personat e helmuar me karboksihemoglobin i nështron një terapie ku duhet të thithin për 20 deri 25 minuta vetëm oksigjen 100% të pastër. Megjithatë, kjo varet nga shkalla e helmimit.